kesh një padi. Është vërtet që ka punu. Jo, atje i thënë minoren, më fal. Mund ta kesh një padi dhe minoritar. Dhe nuk është. O, bëndej me padi që ju një bodhe gjëkoca, prokurore, dreqe, po ne me kokush merë me padi. Fol ti çka pyeta. Alel, nuk është mirë një patriote, një intelektuale ta krahasosh me listën serbe apo me njerëz që po eminojnë shtetin e Kosovës. Çka ka bëhe për Kosovën? Asgjë e keqe nuk vjen nga Tirana. Çka është patriote ajo? Dejona, le Çka patriote, le Tirana. Bëni mi pejt që 200 vjet ka punon shumë për Kosovën. Unë po listën serbe donë po. Unë po Dejona. Ti je 200 herë më patriot se Dejona. Unë di që sa herë ju ka thënë ankth kjo Dejona. Ishim duke vënë për listën serbe edhe për. Jo se kalon shqiptar ndershëm të Republikës Kosovës pa fyr pa denigu. Është ju ka thënë unë këtë ankth ka patur ndonjë postim për juve apo çfarë? Edhe ti ajo dirigjon zyret ku na secilin. Unision me listën srpska. Zyrja soj, për cilën qitu kanal njerëz të levizet vetë në dosje, edhe kanë thonë që po, e ka një zyre me ajo zyra e Florim Krasniqit që ka shumë kompjutera. Këta e din, po shta pradoj po qeshet. Ku është ajo zyra? Po se din kejt, jo. Jo, bre, Vesh diçka. Zoti kushtrim. E para punës për shasim në çdo mramje me fol për një gru që asnjëherë nuk ka qenë pjesë e panelit edhe pjesë e gatës politike dhe s'kemi pse me humb kohën. E dyta është mendoj analogjia më e poshtë me u krahasu Beogradin dhe Tiranën. Pra me krahasu Beogradin edhe Tiranën është prap gabim edhe është për të merë. Unë nuk e di çfarë analogjie mundesh me nxjerr këtë krahasje që e vendosi. Paralele mos të jetë në opinion publik si krahasim se se bëri. Absolutisht. Tirana edhe Beogradi e konsideroj që është fatale, edhe është gabim fatal me bë si krahasime. Edhe subjekte tjera politike kanë aktivistë që vinë prej Tiranës, shumë mirë që ka, uroj që të ketë edhe më shumë, uroj që të ketë edhe prej Prishtinës edhe di që ka edhe në Shqipëri aktivistë që përfaqësojnë parti të ndryshme politike. Ky është gabim. Ku është problemi? Unë dua të punoj për këtë në Shqipëri, ku është problemi? Ose për këtë. Shumë problemi aktivizma, ti ma kufizon fundume dhe prune. Po ma kufizon ti. Në shtetësia dhe shqiptare. Jo, ekonomit të Kosovës. Çka ku problemi? Mos ta degazhojë ministri i Kosovës. Gabim ore, është ministri i Kosovës. Edhe shkollë tona Unë e kuptoj logjikën se çdo çfarë kush e përkrah lëvizjen vetvedosje është i keq, sepse asnjëherë se kam dëgjuar. Unë se kam dëgjuar asnjëherë një reagim. Jo, dëgjoj, se kam një asnjë reagim tuaj as të Matoshit, për shembull për Adri Nurellarin që ka qenë aktivisti PDK-s. Është i mirë ai. Domethënë ka qenë kështu, se kam një. Domethënë nuk e keni bën gol atë, por se ai se përkrah. Ka shonë ikon. Jo. Çuçi ka shonë? Ka shonë ikon. Domethënë për ju. Për me pa ditë. Kur ka shonë dhe ju? Ani është mirë. Njëri gjallë. Prej shoqërisë civile, gazetarëve dhe dete ish opozita, pa mo në përgoj ajo zoj se kalon. Jo, pra ajo është shumë e kulturune dhe shumë e... Ajde, zoti tekstet e soj. Zoti Dugolli, ani është mirë ti, ani është ti mirë. Zoti Dugolli, që pyetje shumë e thjeshtë. Ani është mirë ti, kur një bashkëluftetari yti, ndoshta pe atyre më të zotëve, pe i thillëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku fyhen e ofendojnë pe Diona Mehonin. Ani është mirë. Jo, dëgjoni nuk nina mirë, kur ata gjenden në pozita që ma voni bin pishka. Ma rëndë është ata që pozita gjendën se sa fyre dhe jona mi hori për tyre. Ani është mirë ku daut reagina ajo e fynë ofendat. Privatisht, ose Ramushin, ose Fatmirin. Privatisht, unë i kam dëgjuar që i kanë rënë pishman për shkak që kanë votuar gjykatën speciale. Po çka ti bëj që rregull është ajo, ata bëjnë fajin shpinë ata. Po ani është mirë ti ku dhe jona mi hori që s'ka dhënë as i kontribut për shërimin e këtij vendit, ti fyn figurat kyçe të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mos nuk e di çka e çon kontribut ti.
Sepse kontributi i shumë ti je pjesë e kontributit. Po shumë dimensional. Po nuk është Diona hiç. Ne as dimension Mos kalojmë se si kemi debatin për Dejonën e mos jetë si shënjestrim. Kjo është problemi, krejt. Që kjo kaos që po ndërtohet. Për çka do të Dejona Dejona është kryestrumbullari krejt kësaj që ka ndërtuar.